Ka kohë që platforma Lajmëro Policinë është funksionale, ku qytetarët në rast se hasin me ndonjë parregullsi, mund ta lajmërojnë menjëherë në këtë aplikacion dhe policia përgjigjet ndaj ankesave, duke zgjidhur sa më shpejt situatën në terren. Kështu u shpreh Bekim Avdiaj, shefi i sektorit rajonal për hetima në Drejtorinë Rajonale të Policisë në Gjakov, duke shtuar se në varësi të natyrës së rastit, ankesa trajtohet qoftë nga policia ose nga institucionet tjera. Policia e Kosovës çdo aplikacion që pranon përmes thirrjeve kohëve të fundit që kemi modifikuar dhe ankesat e qytetarëve i pranojnë, ju përgjigjemi në çdo kohë. Megjithatë, ka ndonjëherë mundësi që për shkak të angazhimeve të ekipeve në terren mund të ketë ndonjë vonesë. Po gjithsesi, Policia e Kosovës, gjithsesi edhe ne në kuadër të Drejtorisë Rajonale, pra që i përfshin të 3 stacionet, ju përgjigjemi çdo kërkese apo ankese që vjen nga ajo thirrje. Dhe unë shfrytëzoj rastin të falenderoj qytetarët nga sa ata na lehtësojnë edhe punën ne me qëllim që qytetarët që përballen me ndonjë kundërvajtje apo edhe me çështje të tjera më rëndësi penale apo thjesht edhe me ndonjë shqetësim të tyre, na njoftojnë dhe ne varësisht nga niveli i asaj që është raportuar apo ankesë që është pranuar, e trajtojmë rastin qoftë si polici apo që është e nevojshme edhe me institucione gjese që duhet të qasen asaj natyre që është përcjell ankesa. Avdiaj bëri të ditur se me të marrë ankesën, policia angazhon menjëherë ekipet, të cilat bazuar në ligjet e përcaktuara, ndërmarrin masat e nevojshme. Policia e Kosovës angazhon menjëherë ekipe gjithsesi patrullat duke kërkuar që sa më shpejt të adresohen në lokacioni për ku është fjala. Dhe ata bazuar në ligjet e aplikuara në Kosovë ndërmarrin masat e veprimet e nevojshme sipas realitetit dhe asaj që është sankcionuar mbi ligjet tona. Mes tjera, Avdiaj apeloi te qytetarët që në rast se vërejnë parregullsi të ndryshme të lajmërojnë menjëherë policinë e Kosovës.